Pas rënies në mëkat, njeriu përpoq të mbulonte llakuriqësinë e tij me gjete. Kjo është një pamja e asaj që ne ende bëjmë sot. Përpiqemi të mbulojmë fajin tona me vepra të mira, me moral, fetare, ose përpjekje personale. Por Perëndia dinte se gjethet nuk mjaftojnë. Prandaj, ai u dha Adamit dhe Evës rroba prej lëkurë. Një shenjë e parë se pajtimi kërkon një flijim. Në të gjithë Biblën shohim se njeriu nuk mund të shpëtojë veten. Jo me vepra të ligjit, jo me devotshmëri, as duke u përmirësuar. Pse? Sepse problemi i mëkatit qëndron në zemër. Prandaj, shpëtimi vjen nga jashtë, nga vetë Perëndia. Jezusi është ai që mbulon fajin tonë. Jo me gjethe, por me jetën e tij. Kjo është thelbi i Ungjillit. Ti nuk mund ta shpëtosh veten, por Perëndia e ka bërë këtë në Krishtin.